në emër të një, si shtonë italianët, perbenizmo, do më thënë, bësh kështu si shpirti bukur, vetëm për dalë në televizor. Duhet ta themi të vërtetën edhe kur është e hidhur. Sigurisht, unë nuk kam ndonjë betejë as personale, as politike kuptimin parsor me partitë e tjera që kanë lindur muajt apo vitet e fundit. Sfida ime kryesore politike është me qeverinë, me opozitën e vjetër, me oligarkinë ekonomike që se ka asnjëri, por patjetër që kur shoh një problem, nuk mund të mbyll syt. E kur ju më shtroni një pyetje, nuk mund të them më vjen keq, por nuk kam mendim. Unë kam mendim për çdo gjë që është e rëndësishme politikisht. Dhe duke qenë se ju ngritët pak më herët edhe pikpyetje se çfarë po bën drejtësia mbi, po themi, krimet elektorale, cili është qëndrimi juaj mbi drejtësinë në Shqipëri? Ne e vlerësojmë që SPAK-u dhe institucionet e tjera drejtësisë në muajt e fundit sidomos kanë bërë disa hapa përpara. Arrestimi i Erion Veliajt është një hap i rëndësishëm dhe i guximshëm i drejtësisë, por është i pamjaftueshëm. Është i pamjaftueshëm. Është i pamjaftueshëm jo vetëm se ka të tjerë të korruptuar në spektrin politik shqiptar, nga qeveria në radh parë, po edhe nga opozita e vjetër, por është i pamjaftueshëm edhe në kuadrin e asaj që po ndodh në zgjedhje. Nuk mund të ketë, po e them edhe një herë, zgjedhje vërtet të ndershme. Ndosë unë kam thënë, edhe po e rithem, nuk do të dëgjoni nga unë në 12 maj që na vodhën votat. Se s'do guxoj njëri të na vjedh votat, sepse do kemi mbikëqyrës të guximshëm dhe të serioz të procesit të gjitha hallkat e veta. Ama nuk mund ta fsheh faktin që çdo zgjedhje që bëhen në Shqipëri janë të pandershme në këtë kuptim, që hidhet para e pisët, përdoren infrastruktura shtetërore në mënyrë të paligjshme dhe sigurisht krejt klima politike është e pashëndetshme, ku partitë fatkeqësisht flasin shumë pak për ide, shumë pak për programe dhe bëjnë gjithkohës batuta thua se jemi në një teatr të komedisë. Unë kam besim në fakt që parlamenti i ardhshëm, legjislatura e re, do gjej hapësirë edhe për partitë e reja. Se sa pastaj se si do ndahen mandatet, sa partia juaj, sa partia e zotit Shea, Lapaj. Unë jam besim plot që mund të përfaqësohen këto parti, sikur qoftë edhe me nga një deputet. Në këto kushte, pra të qëndrojmë në këtë skenar, ju do bashkëpunoni me partitë e tjera opozitare, partitë e vogla në parlament, do t'i bashkoni votat, do të keni nismat përbashkëta, se në qoftë se nuk keni një bashkëpunim parazgjedhor, të shpresojmë ta keni bashkëpunim parlament. Bashkëpunimi organik varet shumë nga karakteri, nga ndershmëria, nga serioziteti, nga transparenca e partive që hynë bashkëpunim. E mos harroni diçka. Ne do jemi parti opozitare mbas 11 majit brenda parlamentit shqiptar, pa pikë në diskutim. Gjitha këto partia nuk do të bashkoni votën me Ramën, nëse Rama do të jetë në jo vetëm me Ramën dhe me Berishën jo, po as me PS-n dhe PD-n, se po ti vesh re, sa të tjerë thonë, po me PS-n ndoshta, por jo me Ramën, me PD-n ndoshta, por jo me Berishën. Jo, ne e konsiderojmë Ramën dhe Berishën produkt i këtyre partive të korruptuar. Në asnjë rast, pra ju premtoni as me Ramën, as me Berishën, as me Metën, as me Bashën, as me gjithë ata që na kanë qeverisur. Po themi e mirë sipas jush. Nuk mund të kesh bashkëpunim me të korruptuarit. Se kam pasi debat një ditë në një studio tjetër, më thoshte që mirë, bashkëpunoni me një parti, thotë se impononi disa pikat programit tuaj. Po ç'kuptim ka? Ti imponosh një apo dy pikat programit? Apo të thuash që në ministrin X që do qeverisim ne nuk do vidhe, në gjithë tjerat që po qeverisë ju vazhdoni vidhni. Nuk ka sens kjo politikisht. Për sa i përket partive tjera, sigurisht që në parlament, kur je opozit, ti i detyruar të bashkosh votat, të votosh kundër me të gjithë. Sakoj e parti opozitare, për te i votës kundër që mund t'jetë pasur me koordinimi. Ne do t'a japim për çdo projekt ligj që është e shohim që do jetë problematik. E dyta, ne do jemi parti... Nuk kemi edhe një vizioni të përbashkët opozitar. Ja të vim. Ne jemi parti proaktive. Kemi qenë jashtë parlamentit, do jemi brenda parlamentit parti proaktive. Gjithë thot, ne kemi qenë për të qenë ju siguroj partia që do propozoj më shumë projekt ligje në parlament. Dhe patjetër që projekt ligje do t'i hedhim për debat. Dhe do kërkojmë nga çdo deputet, i secilës parti, do e vëmë pozit para zgjedhësve dhe do i themi, ky është projekt ligji për shembull minimumi etik. Ky është projekt ligji për statusin e minatorit. Ky është projekt ligji për të ngritur një agjenci të re për parandalimin e korrupsionit, që kemi në program. Do e shpalosim atë dhe do i sfidojmë partitë e tjera. Si çështja e agjencisë si mund të parandalohet, si funksionon? Jepni propozime dhe votojeni projekt ligji në parlament. Çfarë është kjo agjenci që parandalon korrupsion? Ne kemi menduar një agjenci kombëtare për integritet dhe antikorrupsion që harton politika parandaluese ndaj korrupsionit. Sot kemi një ministri shteti për
antikorrupsion që 5 me hiq, do ta heqim atë ministri dhe do krijojmë një institucion të pavarur, një nga kompetencë